Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pretendoi se kryeministri Edi Rama nuk do të marrë pjesë në konferencën e sigurisë në Myni, pasi janë anulluar takimet. Në një komunikim me gazetarët, Berisha akuzoi kryeministrin Rama se është i izoluar nga partnerët ndërkombëtar, duke ironizuar takimin e tij me ish-deputetin demokrat Dashnor Sula. Ekziston shprehja popullore puthu me milon, por kjo sot është puthu me dashin. Edi Rama sot që kishte pronotuar hotele, saltanete dhe bëj gati komunikata të parafabrikuara na dërgonte nga konferenca më e rëndësishme vjetore e sigurisë në botë, që është konferenca e Mynihut, nuk shkoj dot. Sipas Berishës, kryeministri Rama po përballet me ndëshkim diplomatik. Për të dhënë kapak ndëshkimit diplomatik dhe politik të hajdutit që përdor Lubin si parzmore për mbrojtjen e vet, është kjo e pashembullta në historinë e konferencës së sigurisë në Myni. Kryetari i Partisë Demokratike përsëriti se opozita do të vazhdojë protestat kundër qeverisë Rama. Ata të cilët sulmojnë Sali Berishën se po njollos sipas tyre Shqipërinë, u them puthuni me dashsulon. Se Sali Berisha po mbron interesat e çdo shqiptari të ndershëm